Pse du ta jap votën, zoti Kryzgju? Ka shumë, janë 103 arsye për më dhënë votën. E para janë qëndrimet e mia që s'ka ndryshu asnjëherë. Tash e sa vjet që jam fytyrë publike, nuk ndryshoj për askënd. Këto qëndrime që i kam tani do t'i kem gjithmonë, sepse jam rrit në atë frymë familjare që t'jemi drejt për drejt dhe t'jem me popullin. Dhe arsye ka shumë. Njëra kryesorët është që do ta bëj zgjidhjen esenciale për këtë vend sigurimin e energjisë elektrike nga investitor të ndryshëm strategjik. Do të ndihmojmë dhe do ta rregullojmë çdo ligj që bllokon dhe dëmton sot bizneset në të bëmin biznes. Sepse Bindu mu që të jap votën në një situatë me 2-3 fjalë. Unë dëshiroj të marr pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Mia probleme ka pas ndoshta qindra, po me qeverisjen e zotrit Kurti janë bë me mia. Sepse nuk janë 6 ditë. Unë e them këto rregullisht gjithkohë, nuk janë 6 ditë, nuk janë 6 muaj. Po janë 6 vjet që nuk është punuar si gjë këtu. Këtu i bjen si me fillu pas luftës, çdo gjë prej zerrës edhe një herë. Qatë që është shkatru çdo gjë në vend. Nuk ka asnjë ekonomi, kanë ardhur me një shpresë, kanë mashtru popullin që kemi bë këto, kemi bë ato, s'kan bë asnjë gjë. Këto janë shumë problematike çka do bë. Ju do të vazhdoni punën aty ku e keni lënë, po thonë. Ne do të vazhdojmë punën edhe projektet aty ku i kanë lënë kolegët tonë, sepse unë s'kam qenë pjesë e proceseve të mëhershme. Unë kryesisht fokusin e kam tek ekonomia, ku është që ta ndërtoj ekonominë, ti heq barrierat sepse si investitori di problemet.